Socialistët dhe demokratët kanë gjetur dakordsi të plot për rregulloren e re të kuvendit duke miratuar unanimisht ndryshimet e propozuara në Këshillin për mandatet, rregulloren dhe imunitetin në një zhvillim që konsiderohet si rradh i dakordsuar mes dy kampeve kryesore politike. Në fokus të marrëveshjes kanë qenë ndryshimet që lidhen me funksionimin e strukturave disiplinore dhe rregullat e sjelljes së deputetëve në kuvend. Një nga pikat kryesore të dakordsimit ishte pranimi i propozimeve të opozitës për krijimin dhe përbërjen e sekretariatit të etikës, një organ që do të ketë rol në shqyrtimin e shkeljeve të rregullores parlamentare. Sipas formulës së re, sekretariati do të përbëhet nga një sekretar me 5 anëtar me përfaqësim të barabartë mes shumicës dhe pakicës parlamentare. Në rast kur votat ndahen në mënyrë të barabartë, vota e sekretarit do të jetë vendimtare. Rregulloria parashikojnë gjithashtu që vendimet për përjashtimin e deputetëve nga punimet parlamentare do të përllogariten në ditë kalendarike dhe do të shoqërohen me sanksione financiare përmes ndalimit të pagës për periudhën e masës disiplinore. Në rast se vendimet e sekretariatit të etikës ankohen në byron e kuvendit, efektet e masës pezullohen deri në marrjen e një vendimi përfundimtar nga ky organ. Nga ana tjetër, Partia Socialiste është tërhequr nga disa propozime fillestare për përgjysmimin e kohës së diskutimeve në seancat plenare si dhe procedurën e përshpejtuar për miratimin e projektligjeve që lidhen me përafrimin e legjislacionit shqiptar në atë të Bashkimit Evropian. Marrëveshja mes dy palëve konsiderohet një hap drejt rregullimit më të qartë të funksionimit parlamentar dhe disiplinës së brendshme në kuvend, në një moment kur debati politik ka qenë shpesh herë i shoqëruar me tensione dhe përplasje në sallë.